quhem profesor Dorian Shi, profesori i lëndës vitit parë të kulinarisë në gastronominë royal. Përkatësisht kemi përfunduar 3 orëshën e parë, që përket supave, antipastave, të ngrohta të ftohta, normalisht sallatave të ndryshme, dhe përkatësisht jemi duke u bërë gati në menun festive të vitit të ri, duke bërë para përgatitjet që do na duhet për ditën e madhe. Normalisht duke i lënë një vend 3 orëshë të parë për sa përket ecurisë që ka pasur nxënësit. Këtë 3 orëshë të dytë do kemi antipastat të ngrohta, kemi pastat e rizotot, normalisht kemi gatimet tradicionale, dhe këtë 3 orëshë të tretë kemi normalisht pjesën tjetër kryesore që përket një kuzhinë si pjesa e peshkut, si edhe pjesa e mishit që kërkon më shumë punë dhe vëmendje. Nuk kanë gjë tjetër veç se t'ju urojmë gëzuar vitin e ri dhe madje një vit sa më të mbar nga ne nga gjithë nxënësit e Institutit Gastronomisë Royale.